Gjithashtu edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam marrë detajisht, ma hollësisht edhe në mënyrë më të qartë ne i kanë spjegu edhe ne i kanë trajtu dëmet edhe pasojat e njeriut i cili përgojon apo të përgojimit. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Muslimi, Tirmidhiu, ku përcillet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kullu l-muslimi ala l-muslimi haram, damuhu wa irduhu wa maluhu. Çdo musliman ndaj muslimanit e ka të ndaluar ta derdh gjakun e tij, ta prek nderin e tij, edhe normal ta keq përdor edhe pasurinë e tij, e vllaut të vet musliman.